Me paralajmërimin për ngritje të tarifave të energjisë elektrike kishte nisur viti 2025, mes akuzash e polemikash të ndërsjella, mes akterëve politik e po ashtu protestave qytetare, propozimi për ngritje të tarifave për 16.1% u kthye në vendim që hyri në fuqi. Krahas kësaj, në mars, ZRE-ja njoftoi se bizneset me më shumë se 50 punëtor ose më shumë se 10 milion euro qarkullim vjetor do të nxiren në tregun e hapur të energjisë. Duke njoftuar se ofertat për furnizim në tregun e hapur ishin së paku 2 deri në 3 herë më të larta, bizneset kërkuan shtyrje të procesit për 1 vit me qëllim të përkatitjes dhe sigurimit të kontratave më të favorshme. Edhe në këtë rast, protestat nuk prodhuan rezultatin e kërkuar. Nga 1 qershori 2025, rreth 1300 biznese u nxorën në tregun e hapur. Tutje nisi betejë ligjore me përfaqësues të bizneseve që bën padi ndaj rregullatorit dhe disa vendime u nxorën. Përfundimisht, në nëntor, Gjykata Supreme doli me akt gjykimin që shfuqizoi dhe shpalli të jashtëligjshëm 2 nene të udhëzuesit për liberalizimin e tregut, por nuk e anuloi njoftimin e ZRE-s për hapjen e tregut, duke mos e konsideruar akt nënligjor. Akt gjykimi nuk i dha fund betejës pasi interpretimet nga bizneset dhe ZRE-ja janë krejt të kundërta. Derisa rregullatori njoftoi vijimin e procesit, bizneset paralajmëruan padi për kompensim të dëmit nga kontratat në tregun e hapur që sipas Odës ekonomike në 6 muajt e parë llogaritet të jetë rreth 30 milion euro. Ndërkohë që erdhën në shprehje kompanitë furnizuese në tregun e hapur, rregullatori licencoi kompaninë MDA, e cila ishte themeluar nga Luan Dalipi, i cili është shef i kabinetit të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti. Ky zhvillim ktheu akuzat e partive opozitare ndaj pushtetit në detyrë për atë që e quajnë mafia energjetike. Në këtë kontekst ishin edhe akuzat nga akter opozitar ndaj pushtetit të LV-s lidhur me importin e energjisë dhe lidhjet me kompaninë NOA, përkatësisht fitimet milionshë të saj. Më vonë, akuzat përfshin edhe tregtimin me kompaninë serbe EFT, pronë e Vuk Hamovicit. Për këtë, madje pati seri konferencash, herë nga njëra e herë tjetra palë. Ndërkohë ndërmarrjet publike të sektorit po ashtu patën sfida. Kosti mbeti pa kryeshef pasi bordi i drejtorëve shkarkoi Evetar Zeqirin lidhur me dyshimet e raportuara për keqpërdorime, përfshirë tregtimin e energjisë. Krahas lidhjeve të drejtuesve të kostit me pushtetin, më 2025 TV Dukagjini publikoi hulumtimin që dëshmon se si kjo ndërmarrje, fshehur azi nga kuvendi, miratoi garanci shtetërore në vlerë 6.75 milion euro për një kompani private. Ndërkohë ndërmarrja kryesore e energjisë në vend, KEK, as më 2025 nuk u bë me kryeshef ekzekutiv. Ashtu siç ishte paralajmëruar para mbylljes së konkursit, kryeshef u zgjodh Ylber Batalli, por ai refuzoi të marrë detyrën për arsyet e deklaruara personale dhe profesionale. Ndërsa ndërmarrja vijon të qeveriset me ushtrues detyre të kryeshefit që nga prilli 2023, kur u arrestua e më pas suspendua Nagip Krasniqi. Ndaj tij ka vazhduar procesi gjyqësor lidhur me akt akuzën për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Me 2 vjet vonesë, më 2025, KEK-u kreu investimet për modernizimin e turbinave në njësinë B2 të termocentralit Kosova B. Po ashtu, me 2 vjet vonesë po vijojnë procedurat e prokurimit për rehabilitimin e thellë të njësisë A3, projekt me të cilin synohet rritja e kapacitetit prodhues të njësisë dhe jetë gjatësi prej rreth 20 vjetësh. Investime për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese nuk pati as më 2025. Fundi i vitit ndërkaq ktheu ndërprerjet e energjisë elektrike në shumë zona në gjithë vendin, të cilat kosti dhe kedsi i quajnë kufizime me qëllim të uljes së ngarkesës e jo reduktime.